Rastësia është mbreti i botës, thot një shprehje, dhe këtë e konfirmoi një ditë më parë Vera Camaj, mbesa e shkrimtarit dhe albanologut Martin Camaj, e cila gjatë një shëtitje takoi rastësisht aktorin e madh të Kosovës, Çun Lajçi. Jam e mesa e shkrimtarit Martin Camaj. Mbesa e Camajt ju prezantua aktorit pa e ditur se Çun Lajçi dhe xhaxhai i saj kishin një histori së bashku. Histori të cilën ja rrëfen me mjeshtëri dhe thjeshtësi aktori Çun Lajçi. E lumja ti, ken e pas ke pas aqë. Shumë faleminderit. Dhe i lumi aj edhe pse është në varë, që dikush si ti e përditon. Dhe në vdekje. Sepse është perla e fundit e gegmistës mas pare. Po e vargut që rrjedh aq bukur, sa nuk e di cili prej poetëve do ta zaventësoj në një shekull tjetër. Unë ruj një kujtim të jashtëzakonshëm. Kisha shku me shfaq Marashucin në München, 5-6 muajt e fundit të jetës time. Se disha që është aq smur. Po diku kam bramja, ma gjetën bashkëdhetar numri, e telefon dhe e thira. Ai nuk mundi me u afru të telefoni, po e more shoqe, Erike, duke kështu. Po. Dhe i thash, po du me ftu në shfaqje, sepse është malsor. Dhe unë kom marrë me shfaq Marashucin dhe oso kukën e fishtës. Dhe ku ka ma bukur se me qenë edhe ajo pem e artë e vargu shqip në shfaqin time. Po, tha nuk mundet me uqu, se e ka marrë smundje e keqe. Këtë kujtim e kom rujt dhe mbaj gjithë jetën, dhe gjithë jetën jetoj me vargjet e tij. Shumë faleminderit. Jam poet, po jam poet aq i vogël dhe jam poet aq i vonshëm sa kur shkruaj vargun tim dhe kur kthem te vargu i Martinit të vetës, pse merresh ti me poezi kur dikush si Martini nuk lind as në një shenjë. Kush është Martin Camaj? Camaj, si poet dhe prozator, studiues, filolog dhe gjuhëtar i formimit akademik, vlerësohet si njëri ndër krijuesit më të veçantë në letërsi dhe kulturën shqiptare. Ai u lind më 13 korrik të vitit 1927 në Temalit të Dukagjinit, i biri i Kolës dhe Terezës nga Shllaku, i treti ndër 7 fëmijë. Vendlindja e tij është në një vis të egër, ku s'ka shkel kur kamba e kalit. Kaq i thyeshëm është ky vend. Sipas vet Martinit, në vendlindje kaloi 10 vitet e para të jetës së tij, nisi të fitoi në mënyrë autodidaktike njohurit e para në shkrimin e leximin shqip dhe matematik. Në vitin 1948, për arsye politike, braktisi vendin dhe më pas jeta e tij ishte në disa shtete. Jetoi në fillim në ish Jugosllavi, më pas në Itali, e për të mbyllur syt përfundimisht në Münch më 12 mars 1992.